Mirë se keni ardhur, jemi në ditën e dytë të fazës sherek finale, pas pak do të kemi edhe kënaqësinë të zhvillojmë edhe gjysmë finalen e dytë, midis njerëz për shkollave që kemi sot këtu dhe shkollës tjetër që është kualifikuar, Petronili Luarasi. Sot jemi me dy shkolla tjera në këtë fazë, me shkollën Qemal Stafa nga Tirana dhe me shkollën Rogacionistët nga Lezhë, një duar tërkitje për të dyja skuadrat. Rrugtimi juaj nuk ka qenë i lehtë, ka qenë një rrugtim plot sfida, plot argumenta, plot mendime, ndonjëherë edhe pa kënaqësi, por që këtë janë pjesë e gjithë rrugtimit, sepse përmes sfidave dhe mësimeve mësojmë shumë gjëra dhe mësojmë të jemi edhe qytetarë sa më të mirë të këtij vendi, edhe pse jo elita e ardhmja e vendit tonë për ta çuar sa më larg. Kështu që këshillat edhe vërejtjet që ju jepen përgjatë gjithë kampionatit janë shumë të rëndësishme, pa sa është dhe i rëndësishëm përfaqësimi juaj në këtë kampionat. Pas prezantimit të shkollave, dua t'ju prezantoj edhe me jurin që do të bëj vlerësimin sot. Na është bashkuar Indrit Seferi, me një eksperiencë gjatë në shoqërinë civile, drejtues i organizatës Maja, jo vetëm kaq, një CV e pasur, sikurse CV të pasur kanë edhe të gjithë antarët e tjerë që ne kemi përzgjedhur përse i takon jurisë, Eugena Gjoka, është asistent pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, njohëse shumë e mirë e shoqërisë civile, madje ka qenë edhe pjesë e formateve të debatit në fillimet e saj, përse i takon formësimit saj personal. Nga ana tjetër, na bashkohet edhe Vladimir Thano, gazetar në Radio Televizionin Shqiptar, po edhe një dashamirës si të rinjve, duke i përfshirë në emisionet që zhvillon dhe që kanë në qendër pikërisht të rinj. Dua të falenderoj edhe mësueset tuaja që janë pjesë këtu e pandalur, edhe mësuesin tuaj, përse i takon skuadrës tjetër Rogacionistët, e dua një duar të kidhje dhe ata. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë me debatin, që është ai i skuadrave. Debati i skuadrave vën në përballje të 8 anëtarë. Të 8 anëtarë duhet të krijojnë argumenta, duhet të kenë vëmendjen maksimale në mënyrë që të përgjigjen sa më mirë për sa i takon kundër argumentit apo edhe argumentit pro. Kështu që pa humbur kohë, tani do të përzgjedhim tek zarfet aty temën e parë që do të diskutojnë skuadrat. Po, e ndihmojmë me mikrofonin, të lutem? Mikrofonin? Po, e lexojmë edhe një herë. Tema është transformimi me njerëzshëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit. Pra tema do të jetë transformimi me njerëzshëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit. Flasim për ekonominë qarkulluese, digitalizimi duhet shërbej në mbrojtje të argumentit. Mirë, Alisa do të bëj përzgjedhjen e qëndrimit. Kundër do të jenë Rogacionistët, pro do të jetë skuadra e Qemal Stafës. Po, patjetër. Pro, okay. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Do t'ja u kalojmë edhe mikrofonin. Atëherë, do të vijojmë tani me debatin e parë. Secili nga ju do të ketë 1 minutë kohë maksimale. Jepni më të mirën dhe shumë suksese. Përshëndetje të nderuar gjyqtarë dhe kundërshtar, ne si grup mbajmë qëndrimin ton pro në lidhje me temën që transformimi digital i menjëhershëm është më efikas. Të gjithëve na ka ndodhur që të ikim nëpër administrata, nëpër institucioneve për të shkuar për të marrë një vërtetim. Mirë po orët e gjata, një kaos e vërtet na ka ndodhur të gjithëve. Pra nëse ndodh digitalizimi i menjëhershëm, këtë radhë, këtë kohë që na është mbarë nga koha jon do të zhduket. Pra është më efikase. Sipas të dhënave të bërë nga Albania, ne kemi dhe shembuj konkret kryesisht nga Shqipëria, ku 95% e shërbimeve kryhen online dhe kjo ka kursyer plot 442 vite dhe është bërë më i kontrolluar dhe më i monitoruar. Pra në këtë mënyrë, nëse ne e bëjmë digitalizimin e menjëhershëm, ne jo vetëm që kursem kohën ton, jo vetëm që i themi radhës nuk e kursem atë, por gjithashtu bëhet dhe më i monitoruar dhe më i kursyer dhe gjithashtu më afër rrugëve të së ardhmes. Ju faleminderit. Shiko, unë juftoj të me gjoni me vëmendje, sepse kur transformimi digital imponohet me urgjencë dhe pa një strategji që është përfshirë rrezikohet përjashtimi social dhe bërësia institucionale, kur grupet e moshave treta, komunitetet rurale, si dhe gjithashtu stresat pa akses në arsim shpeshherë mungojnë kapacitetet digitale të duhura bazike, do të thosë se një sistem social që papritmas kthehet online, pa një alternativë fizike, e kthen hendekun digital në një hendek social. Gjithashtu centralizimi të dhënave krijon një rrezik të madh ndaj sulmeve kibernetike që rrezikon vetë sistemet jetësore të shërbimeve. Gjithashtu, sipas një studimi të Eurostat në vitin 2023, ai na tregon se 42% e të rriturve nga grup moshat 55 deri në 74 vjeç mungojnë kapacitetet e duhura digjitale, çka tregon se transformimi digital do të ishte i pakësishëm për shumicën e qytetarëve në Bashkimin Evropian. Besoj se ky argument tregon qartë potencialin, impaktin potencial negativ që do të kishte transformimi digital në shoqërinë tonë dhe në jetën tonë të përditshme për sa i përket shërbimeve sociale. Atëherë ju falenderoj për argumentit. Ju në fakt folët për përjashtim social, por unë do doja të pyesja se ku i bazoni këto. Ndërkohë ku 93% e njerëzve kanë një Albania dhe gjithashtu moshat e treta mund të mësohen, mund të trajnohen pa problem dhe kjo nuk qëndron më si një problem, por është avantazh për ta. Gjithashtu kemi dhe shërbimin e klientit. Për të kaluar pastaj te korrupsioni, korrupsioni me njëhershëm digital sigurisht që e ul korrupsionin, sepse korrupsioni eficient është shumë i rëndësishëm nëse ne e kemi parë edhe vetë, në mes një individi dhe mes një zyrtari publik, ndodhin shumë ngjarje të ndryshme. Për shembull, një zyrtar publik e zgjat pafund procesin në mënyrë që të marrë edhe rishfete të ndryshme. Shërbimet dhe pagesat më pas mund të ndodhin online dhe kjo krijon një transparencë akoma edhe më të lartë dhe ul mundësinë për korrupsion të vazhdueshëm. Mes qytetarëve kjo është më e shpejtë dhe më eficiente sigurisht. Gjithashtu sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, rreth 95% të shërbimeve digjitale është më eficiente dhe më transparente. Kjo e dhënë është më shumë si një anë pozitive e dobishme dhe eficiente. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Landër Malçi, e dëgjova me mendje argumentin tuaj, por më duhet t'ju kundërshtoj. Fillimisht digitalizimi menjëhershëm do të sjellë pabarazi dhe përçarje shoqërore. Banorët e shtetit në zhvillim, siç janë edhe Shqipëria, nuk kanë edhe mundësi për pajisje teknologjike edhe për internet. A dini ju që sipas International Telecommunication Agency, 32% e banorëve të botës akoma nuk kanë akses në internet. Ju pyetet nëse ku i kemi provat ne për në Shqipëri. Instati raporton se 61.6% e personave që jetojnë në zona rurale nuk kanë akoma akses në internet dhe nuk e di se do ta përdorin i Albania. Gjithashtu, në zonat urbane, kjo statistikë shon 81.6%. Pra, shihet qartë mos përçarja shoqërore, e cila është me 20%. Pra, shteti ynë dhe shumë të tjera nuk janë gati për këtë ndryshim. Si mundet një vend si yni me 39.4% persona në zona rurale digitalizohet menjëherë? Unë do thoya se është e pamundur. Faleminderit. Përshëndetje, si fillim ju falenderoj për argumentin tuaj, por për sa i përket argumentit që parashtroj, doja në fakt të ritheksoja faktin që e ripërmendëm më parë, që tha që nuk ka internet, por rreth 90% e shqiptarëve kanë një Albania, që kjo pra mundson pajisin me mundësimin me pajisje digjitale apo me internet. Gjithashtu tha se në zona rurale nuk ka internet, por në zona rurale nëse nuk ka internet, ka dhe mungesë infrastrukture, ka dhe mungesë transporti, duke e bërë më të vështirë transportimin pra nga zonat rurale drejt institucioneve administrative. Në fakt doja të
përmendja edhe një aspekt tjetër lidhur me këtë temë, sepse transformimi menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike redukton përdorimin e burimeve si letra, energjia apo transporti, që zhvillojnë pra ekonominë qarkulluese dhe ne pikërisht po flasim për këtë temë. Një fleta 4 emeton rreth 56 gram dioksid karboni dhe në administrata fizike përdoren mjaft dokumente. Për më tepër, ofrimi i shërbimeve online redukton transportin drejt institucioneve dhe përdorimin e letrave duke paksuar ndotjet dhe mbetjet. Sipas statistikave të Euroscap, kalimi plot në shërbime online dhe mos përdorimi i letrës redukton përqindjen e dioksidit karbonit. Atëherë ndoshta në sipërfaqe më të duket sikur digitalizimi mund të sjellë një përparim shumë të madh për popullatën dhe kryerja e tij do të zgjidhte shumë probleme, por nëse kjo kryerje do të zhvillohej deri në vitin 2026, ajo mund të sjellë në fakt shumë probleme dhe paparazzi tek qytetarët për disa arsye. Si fillim, jo të gjithë kanë mundësi ose njohuritë e nevojshme për të kryer procese në mënyrë digjitale. Madje, duke ju dalë kundra ju që tha që shumica kanë internet, vetë sipas Eurostatit, 44% e të moshuarve mbi 65 vjeç nuk kanë njohuritë e nevojshme teknologjike për digitalizim. Së dyti, ka akoma vende rurale ku interneti nuk është i shpejt mjaftueshëm ose me raste shkëputet dhe është e ditur që pa internet nuk mund të kryen edhe proceset në mënyrë digjitale. Së treti, mund të ndodhin probleme teknike me serverat ose sulme kibernetike, gjë që mund të çojë në mungesë një alternative fizike, do t'i lindë të qytetarët me pamundësi të aksesojnë shumë shërbime të ndryshme. Ndaj, transformimi digjital duhet bërë në mënyrë graduale, pa hequr alternativa tradicionale që në të ardhmen të anashkalojë probleme të tilla ose Faleminderit për argumente, po kur del pra nuk kap dot rrushin, thos që s'është shpjegur akoma. Dhe ju jeni duke justifikuar veprimet e shtetit, pra mos veprimet e shtetit me cilën ato nuk ndërgjegjësohen për sa i përket ekonomisë ose ato nuk duan që ky sistem të funksionojë, me faktin që nuk ka barazi dhe krijon pabarazi ky digitalizim. Gjithashtu Albania ka shërbim ndaj klientit, që është mjaftueshëm efikas. Gjithashtu përfitimet ekologjike dhe ato operacionale të çmaterializimit munden që të realizohen nga regjistrat shtetëror dhe gjithashtu nga parimi i individëve, i qytetarëve për të çuar dokumentat vetëm një herë. Në këtë mënyrë edhe qytetari nuk ka nevojë që të marrë rolin e korrierit duke shkuar nga një institucion te institucioni tjetër me nga 100 dokumenta, duke harxuar edhe kohë madje dhe letrën e tyre. Gjithashtu, ato munden edhe të dalin nga struktura tradicionale duke u mësuar pak më shumë me zhvillim. Kjo platformë integruese mbështetet pikërisht nga infrastrukturat e çelësit publik dhe në ligjin 107/2015 për shërbimin social dhe regjistrat shqiptar të shtetit, të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin duke bërë këtë punë më të lehtë dhe për individin dhe për vetë shtetin. Faleminderit. Atëherë, transformimi digital i menjëhershëm është një ide e mirë në teori, por pa një fazë tranzicioni rrezikon të përjashtojë shumë grupe sociale. Ju përmendet që përjashtimi i grupeve sociale është inekzistent, por sipas Eurostatit 28% e banorëve të Bashkimit Evropian kanë pak ose as pak aftësi në teknologji. Pra, 1 në 4 persona nuk mund të aksesojnë dot veprimtaritë apo detyrat online që siguron shteti. Sipas UK Office në shtetet e bashkuara të Amerikës, rreth 8 milion banor nuk kanë akses dhe kanë aftësi të ulta digjitale. Gjithashtu 1 milion banor nuk kanë akses në internet. Ndërsa Estonia, një vend i njohur për tranzicionin e saj të suksesshëm digital, ka pranuar që 15% e popullsisë së saj akoma përdor shërbime fizike dhe shteti është detyruar të mbajë hapur sportele fizike. Dalim në konkluzion që transformimi digital është një ide e mirë dhe një ide e mirë në teori, por pa fazë tranzicioni rrezikon të dështojë që në fillim. Faleminderit. Atëherë ju falenderoj për argumentin, por statistikat tona janë për Shqipërinë kryesisht dhe nuk po flasim për Amerikën. Dhe gjithashtu ne nuk përmendëm që pabarazia është inekzistente, thjesht përmendëm që është e vogël. Tani ne të përmend një aspekt tjetër në këtë fushë. Integrimi i teknologjisë në administratën shtetërore e bën më të sigurt mbrojtjen ndaj sulmeve të brendshme, por edhe të jashtme në administratë. Me anë të teknologjisë blockchain kemi një mbrojtje të sistemit të dhënave të qytetarëve dhe dokumentat tradicionale janë të cënueshme lehtë nga sulmet të jashtme por edhe të brendshme. Teknologjia blockchain kryen sigurimin e dokumentimit në kohë reale duke mos lejuar cënimin nga persona të paautorizuar të cilat duan të vjedhin të dhënat e qytetarëve tanë. Një ndër vendet kryesore, i cili është edhe pjesë e Bashkimit Evropian që përdor këtë teknologji, është Estonia, e cila përdor blockchainin KSI. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Mateo Marku, për gjatë këtij debati akoma një pyetje vazhdon të më brej, se çfarë vlerë ka një shtet smart kur një hacker mund ta gjunjëzojë me një klikim fare të kollajt. Digitalizimi në shërbimet administrative shpesh ka sjell sulme kibernetike dhe po në shtetin tonë që dhe vetë ju e përmendit kur ju interesoj për statistika. Sulmet kibernetike si ransomware sjellin dëme në cilësinë e shërbimeve administrative si dhe për kosto shumë të larta për agjencitë. Një statistike marrë nga World Bank tregon se sa më shumë digitalizim të bëhet,
aq më lartë është sipërfaqja për një sulm kibernetik. Pra, ju njëkohësisht po lëboni shumë fort për një digitalizim sa më të shpejt, por njëkohësisht nuk tregoni as pasojat që mund vijnë nga ato, që një nga ato kryesorët është sulmet kibernetike. Pra, ju i pranoni të dyja, mos jetoni vallë me dy standarde. Keni menduar ju se si do të arrisni sigurinë e administratave ndaj këtyre sulmeve? Përshëndetje, quhem Mira Skënderi dhe si fillim do doja të prekja pak pjesën e sigurisë nga sulmet kibernetike, ku duhet të theksojmë ose të marr si shembull Estoninë, që është një nga shtetet me e-Estonian më të suksesshme në botë, ku në 2007 pati një sulm kibernetik dhe reagoi në mënyrë të shpejtë në bashkëpunim me NATO-n. Kjo tregon se ky sulm kibernetik nuk prek vetëm Shqipërinë, që e prekun 2022 dhe reagoi shumë shpejt, por prek edhe vendet më të mëdha, ku përsëri Estonia është shumë e suksesshme dhe shumë e preferuar nga njerëzit. Një argument tjetër që unë doja të prekja është se një sistemi digitalizuar shërben si platformë e fuqishme për zhvillimin e industrisë teknologjike. Sipas modelit GovTech, kjo sjell inovacion jo vetëm në sektorin publik, por edhe në sektorin privat. Dhe synimi on si Shqipëri është përforcimi i sektorit privat. Digitalizimi i menjëhershëm kërkon zgjidhje softwareike. Kjo e detyron qeverinë të bashkëpunojë me startupet dhe kompanitë e tikut vendase, që hap vende të reja pune me vlerë më të madhe, inovacion dhe modernizim të sistemit, dhe kemi për shembull po investime nga institucione të tjera si banka. E vlerësoj argumentin tuaj, por gjykoj se duhet ta shihni nga një këmbvështrim tjetër. Si fillim ju tha që duhet të marrim shembull vetëm Shqipërinë e pastaj kaluat edhe vetë Estonia, pa përfshirë këtu faktin që ju tha që është një zhvillim i arzakonshëm për sektorët. Unë do thoja që kjo nuk ndodh gjithmonë. Dhe duhet të shohim edhe anën tjetër të argumentit dhe faktin që kjo dhe ky transformim i menjëhershëm digjital sjell edhe humbje të jashtëzakonshëm të vendeve të punës. A është ky gjithmonë, domethënë ky transformim gjithmonë i mirë? Sipas Komisionit Evropian tregohet se 92 milion vende pune në Bashkimin Evropian humbin pikërisht për shkak të transformimit të menjëhershëm digjital. E përveç humbjeve të vendeve të punës, kemi edhe 39% të aftësive të punonjësve aktual që duhet të ndryshojnë për t'ju përshtatur teknologjisë së re. Pra me pak fjalë, duke u mbështetur në këta statistika, a mund të themi se nga vështirësitë e transformimit digjital, pra a mund të marrim parasysh ne një humbje të tillë? A jemi gati që ne si Shqipëri e pastaj edhe vendet e tjera ta pranojnë këtë humbje? Okej, një pyetje për të fundit që do flasi është se cili është ky efekt që na sjell papunësimi, sepse ne po sjellim efikasitet për qytetarët, për të gjithë popullsinë, dhe që cili është kjo emet që na vjen nga papunësia, sepse ne tham parafolse që do hapen vende të reja pune në sektorin privat. Kjo e mbush atë mungesën e tregut. Gjithashtu, Banka Botërore dhe BE-ja po sjellin investime në këtë mënyrë që papunësia të ulet. Pse nuk duhet të kemi këtë akses 24/7, të mos shkojmë në sportele, sepse përjashtojmë çdo kënd, përjashtojmë për shembull zonat rurale, ku duhet të harxhosh para dhe kohë për të shkuar në sportele, por dhe njerëzit jashtë vendit, shumë prej nesh kanë njerëz jashtë vendit. Pse duhet të shkojë ai në ambasadë të marrë një vërtetim, kur fare mirë mund ta ketë 24/7 në telefonin e tij. Dhe siç e përmendëm, 93% e qytetarëve kanë një akses në e-Albania, statistikat nga databaza e Albanias, dhe 97% e familjeve kanë akses në internet. Çfarë do të thotë kjo? Ne po i ofrojmë shumicës së qytetarëve një akses që të mos u mungojë dhe të jenë 24/7 në të dhënat e tyre. Përshëndetje, unë jam Alvin Gjinaj dhe kam një qasje tjetër kundër argumentit tuaj. Në pamje të parë, digitalizimi në vendin tonë duket si një hap i drejtë dhe një të ardhmë më të përparuar. Por sa e vërtet është në fakt kjo gjë? A duhet ne të mendojmë edhe për këto qytetarë të cilët nuk jetojnë në zona urbane, por jetojnë në zona rurale? Ne përmendim që statistikat nga Instat na thonë se 61% të qytetarëve në zonat rurale nuk kanë akses në internet. Kjo gjë automatikisht diskualifikon të qytetarë nga e drejta për të përdorur shërbimet online. Gjithashtu, disa raste konkrete nga shteti jonë Shqin janë nga vetë zoti Kushtrim Canolli, pjesëtar i zyrës së Kryeministrisë Kosovë, i cili erdhi në një konferencë në Tiranë dhe foli për disa pika pse digitalizimi nuk përputhet me infrastrukturën tonë si shtet. Ju përmendet shumë edhe e Albanian, që funksionon mjaft mirë. Por në fakt sa vërtet është kjo, sepse vetëm në javën e fundit e Albania nuk ka funksionuar për 3 ditë. Tani pyetja ime për ju është, a ja vlen të sakrifikojmë qytetarët në zonat rurale për një lehtësim të jetesës së atyre në zona urbane? Faleminderit.
Në përfundim të këtij debati kam arritur momentin që të vendosim pikat mbi. Si fillim dua të falenderoj gjithë panelin kundërshtar për pikat që ata prekën, ku u përmend përjashtimi, pabarazia apo humbja e vendeve të punës sipas pikpamjes së tyre. Megjithatë, faktet mbeten fakte, ashtu siç edhe digitalizimi menjëhershëm është metoda më efikase për të shkuar drejt një ekonomie qarkulluese të suksesshme. Duke përmendur pikat që grupi jon tha, ne shpjeguam se ofrojmë kodë përfshirje, sepse ti nuk ke nevojë të shkosh të udhëtosh 1 orë 2 orë për të shkuar në një institucion të caktuar për të marrë një dokument, një letër e të tjera me radhë, por ti mund ta bësh me një klik nga telefoni për 2 sekonda. Dhe çdo person është i përfshirë, sepse në këto aplikacione të gjithë kanë përfshirje në kundërshtim me atë që se një pjesë e popullatës është e përjashtuar. Gjithashtu ne mundsojmë reduktimin e korrupsionit dhe emetimit të dioksidit të karbonit dhe ofrojmë gjithashtu mbrojtjen e dërgesave elektronike, dokumentacioneve, regjistrave dhe dërgimin efikas të tyre. Dhe çfarë është më e rëndësishme është sektori privat, sepse ne jetojmë në një ekonomi ku synojmë të bëjmë si BE-ja dhe kjo është gjë më e rëndësishme sepse ofrojmë vende të reja pune dhe zhvillimin e sektorit privat. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, ndonë se ne i vlerësojmë gjithë argumentet tuaja, do t'ju tregojmë se ku ne nuk bjem dakord me ata. Fillimisht po fillojmë argumentin më kryesor për të rikthyer në temë sepse gjatë debatit dolëm pak prej saj. Tema jonë është e lidhur me ekonominë qarkulluese dhe unë do prek të parë në aspektin mjedisor. Sipas International Environment Agency, qendrat e të dhënave konsumojnë 1 deri në 1.5% të energjisë totale globale. Pra për sa i përket aspektit mjedisor, besoj është më së e dukshme që nuk ka një efekt pozitiv. E duke rikthyer pastaj tek argumentet tuaja, filluat me korrupsionin, ama korrupsioni nga digitalizimi i sistemeve jo domosdoshmërisht duket, por mund të transformohet në metoda më të sofistikuara. Duke përmendur të dhëna edhe nga Banka Botërore, thekson që pa institucione të forta, politika digjitale ka ndikim të kufizuar për sa i përket uljes së korrupsionit. Më pas, duke rikthyer tek një statistike përmendure shumë përsëritur nga grupi juaj për sa i përket e-Albanias, thjesht sepse kemi një adresë në e-Albania nuk do të thotë domosdoshmërisht që kemi aftësi digjitale për ta përdorur atë. Dhe për ta mbyllur efikasiteti që ishin ndër argumentet tuaja të para, ky efikasitet i pretenduar shpesh zëvendësohet nga burokraci digjitale dhe sisteme komplekse. Mirë, faleminderit për të debat që sapo dëgjuam. Personalisht një debat shumë i mirë. Kështu që ju përgëzoj për përgatitjen. Do të vijojmë tani me debatin e dytë që do të jetë edhe vendimtar përsa i takon rrugtimit që do të njek njëra nga skuadrat. Alisa do të bëj përzgjedhjen e temës. E ndihmojmë Alisën me mikrofonin në mënyrë që ta lexojë temën. Specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Pra, specializimi i hershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Kjo është tema. Zbulojmë tani edhe qëndrimin që do të mbajnë skuadrat. Dea. Kundër do të jetë Dea, pro do të jetë Alisa, 7 minuta kohë përgatitore.
Deas dhe Alisës, përsa i takon temës ku i kemi temën ta lexojmë edhe një herë. Specializimi i ershëm në shkollat e mesme është më efikas se sa edukimi i përgjithshëm. Shumë suksese, nga 2 minuta për secilën ndërhyrje, 4 janë ndërhyrjet në total. Përshëndetje, unë jam Alisa, lidera e grupit rogacionistët dhe mbroj temën pro. Atëhere, specializimi i hershëm është shumë më efikas se sa i më i vonë, sepse e para nxënësit janë më të përgatitur për tregun e punës. Tregu i punës është pak i vështirë, ka shumë konkurrencë dhe një përzgjedhje dhe një specializim më i hershëm e lehtëson shumë vështirësi dhe sfidat e nxënësve për këtë treg. Po ashtu, është më e thjesht edhe që për nxënësit, pra që të përshtatet me ato lëndë, me ato struktura, me ato shkenca që ata duhet të mësojnë, qoftë këto shkencore, qoftë edhe lëndët shoqërore. Pra, kjo ndërton një nivel më të lartë për nxënësit, ndërton një nivel më të zhvilluar për ata që e fillojnë zhvillimin që në moshë të hershme. Është shumë e thjeshtë që diçka ta fillosh më herët e pastaj të ndërtosh një element më të mirë për të ardhmen. Ndërsa diçka e filluar më vonë, atëherë kërkon më shumë vështirësi, kërkon njohje më të vonë, atëherë jemi edhe më pak të përgatitur për këtë treg pune, për të ardhmen dhe kemi më shumë sfida. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, dua të përshëndes njëherë Alisian, e cila është dhe kundërshtarja ime në këtë debat, dua të përshëndes Jurin dhe gjithashtu shkollën Qerman Stafa, e cila më ka sjellë këtu për të tretin vit rresht. Falenderoj Alisian për argumentin që ajo solli ku përmendi tregun e punës. Në fakt, më bëri shumë përshtypje fjalimi yt dhe më kujtoi John D. Rockefeller, i cili thotë që qëllimi i shkollës është të nxjerrë punonjësit e ardhshëm dhe jo intelektualët e ardhshëm. Por mendoj që në një kohë si kjo e jona, ne nuk na duhen më punëtor, sepse punëtor ka plot, por ajo që ne na duhen janë figurat intelektuale. Sepse nëse 100 vite, 200 vite më përpara, intelektualët ishin vetëm njerëz që profilizoheshin në një fushë, ne sot shohim që ka shumë njerëz të profilizuar në një fushë të caktuar, por ajo që ne na mungon janë mendjet e ndritura, ato mendje që kanë njohuri të përgjithshme, që kanë një nivel më të lartë njohjeje për botën, për jetën, për psikologjinë njerëzore e të tjera fusha me radhë. Dhe njohuritë e përgjithshme mund të merren vetëm nëpërmjet një arsimimi të përgjithshëm dhe të pa specializuar. Çka e provon dhe një stati, i cili thotë se mbi 50% të nxënësve të cilët i përkasin një arsimimi të specializuar, kanë një mungesë të theksuar në njohurinë e përgjithshme, sepse këta nxënës në këto shkolla nuk bëjnë lëndë shumë thelbësore si biologjia, historia, filozofia, të tjera lëndë me radhë, të cilat janë lëndë që formsojnë njeriu mbi atë që ai do të bëjë në jetë, sepse ai së pari duhet të jetë njeri i formuar intelektualisht dhe si individ, dhe më pas të jetë një punonjës i ardhshëm dhe i denjë për shoqërinë tonë. Gjithashtu, unë dua të përmend moshën e re. Mosha e re është pika më kryesore, sepse ne nëse bëjmë specializimin e shkollës së përgjithshme, atëherë ne po imponojmë 15-16 vjeçar të zgjedhin për një të ardhme, për të cilët ata janë të pasigurt, sepse ne sot shohim 18 vjeçar, të cilët mbarojnë gjimnazin dhe akoma nuk dinë se çfarë duan në jetë. Kështu që si mund të imponojmë ne 15 vjeçar kur ne kemi ende 18 vjeçar të pasigurt. Faleminderit. E vlerësoj argumentin tuaj, por më duhet ju kundërshtoj. Ju thatë që intelektualët zhvillohen vetëm përmes sistemit përgjithshëm. A nuk e gjykoni se intelektual mund të ndërtojnë edhe sistemet e specializuara? Në fund të fundit është më e thjeshtë të bësh një intelektual nëse atë sistem të e ke filluar në një moshë më të hershme. Pastaj ne kemi edhe shembullin e Einsteinit. Ai ishte shumë i zgjuar, shumë i zhvilluar në shkenca si fizik apo matematik, por nga ana tjetër në lëndë si zoologjia, ai nuk ishte shumë njohuri. Po këtu mund të marr edhe shembull veten. Unë do të vazhdojmë për mjekësinë në të ardhmen, lëndë të tilla si historia apo gjeografia vërtet mund të më ndihmojnë, por për mua bën edhe një pengesë e jashtëzakonshme, sidomos për sa i përket mesatares, për sa i përket lëndëve, për sa i përket vështirësisë për t'i mbuluar këta lëndë siç nxënësit e tjerë që mund ta kenë më shumë aftësi dhe më shumë talent. Përveç kësaj,
përgatitja që unë kam që mund të kem për mjekësin, do ishte shumë më e madhe në qoftë se unë këtë specializim do e kisha bërë në një moshë shumë të hershme. Kuptohet sepse unë do kisha filluar në njohjen e lëndëve si biologjia apo lëndë të tjera më herët. Dhe kur flasim ti the që ne nuk kemi njohurit bazë. Kuptohet që njohurit bazë mësohen që në fillore dhe në fillim të nëntëvjeçares. Dhe ne nuk po themi specializim që në klasën e 5. Ne themi specializim në moshën e gjimnazit. Dhe kuptohet që këto njohurit bazë që ne na nevojiten, ne tashmë i kemi mësuar dhe i kemi përvecuar aq sa duhet. Tashmë periudha që ne na përket është pikërisht për të zgjedhur profesionin, për të përgatitur për këtë profesion dhe për të ndërtuar një mesatare me pikërisht me lëndët që ne na interesojnë, që të jemi edhe më të prirur që të marrim një punë më të mirë në tregun e të ardhmes. Falenderoj dhe një Alicia për gjithë argumentin tënd dhe pikërisht doja të ndalesha. Ju thatë se nëse do të kishte nisur këtë specializim për degën e mjekësisë që në një moshë të herët, ndoshta do të kishit më shumë njohuri, por mos harroni që sot ju jeni në një eksperiencë debati e cila mund mos ketë lidhje fare me fushën që do ndiqni mjekësinë, e megjithatë kjo mundësi ju është dhënë sepse ju bëni pjesë në një arsimim të përgjithshëm. Dhe pikërisht këtu dua dalte argumenti im i tretë, sepse ne vim nga një gjimnazi Qemal Stafa ku olimpiadat, aktivitetet, konkurset, pjesëmarrjet, trajnimet janë të shumta. Unë për shembull do vazhdoj për ekonomi, por pasioni im është dhe historia, të cilën unë e ndjek me pasion. Mari do vazhdoj për informatik, për shembull, por ai sot është në një debat, apo Era, Erisa, Anja, shumë njerëz të tjerë që janë të talentuar në teatr, janë të talentuar në debat, por edhe pse ata do të zgjedhin mjekësinë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ofron vetëm arsimimi i përgjithshëm, sepse në një arsimim të përgjithshëm ti gjatë këtyre 3 viteve përmësohesh shumë si individ nëpërmjet praktikës, sepse një konkurs, një trajnim, një pjesëmarrje të vlen më shumë se çdo njohuri tjetër që ti merr, qoftë edhe për atë fushë që ti do të ndjekësh, sepse ti nesër mund të dalësh në punë, mund të jesh një ekonomist i suksesshëm, mund të jesh më i miri në atë profesion që ti aplikon, por nëse ti nuk e debatuar kurrë, nëse ti nuk arrin dot ta njohësh psikologjinë atij që ke përballë, nëse ti nuk di të argumentosh e të jam radh, ti nuk mund të jesh i suksesshëm. Të paktën ky është mendimi im, të cilin mund ta kundërshtosh më vonë. Gjithashtu doja të ndalesha shumë që ky, domethënë specializim, i këtij arsimi të përgjithshëm ofron mundësi shumë të kufizuara, sepse ti mund të argumentosh që në një arsimim të profesionalizuar, ti mund të përfshish në aktivitete, por mos harro nëse ti specializohesh për informatik, aktivitetet që ti do të ndjekësh do të jenë për informatikën, por gjasat janë shumë të pakta që ti të ndjekësh aktivitete për fushën e historisë, sepse ti nuk ke informacione për historinë pasi ti që në një moshë të herët je fokusuar vetëm te fusha informatikës. Ju faleminderit. Atëherë vlerësoj argumentin tuaj, por dua të ndalem edhe të një pjesë tjetër, psikologjia. Ju e përmendët pak psikologjinë, por unë dua të them që a nuk bëhet ndonjëherë fakti që ne kemi kaq shumë lëndë, kaq shumë degë për të zhvilluar, sa bëhet edhe një presion i vazhdueshëm psikologjik. Edhe ky presion i vazhdueshëm psikologjik bëhet edhe një problem pastaj për ne dhe për përvecimin edhe të lëndëve që ne vërtet kemi dëshirë. Ndonjëherë jemi të demoralizuar nga një lëndë sepse nuk e përvetsojmë dot ashtu si duhet, e kjo nuk do ishte problem në sa i përket profilizimit. Por për sa i përket profilizimit, a nuk e kemi parasysh edhe faktin që, siç thash dhe siç përmenda edhe më përpara, më duhet të ju rikujtoj, që profilizimi nuk do të thot profilizim që në fillore. Pra ne kemi marrë dhe kemi ndërtuar bazën tonë. Nuk po them që aftësitë që kemi në debat nuk vijnë nga ato që kemi marrë në fillore. Përveç kësaj, ky debat nuk ka lejuar edhe pjesëmarrjen e shkollave me profilizim, të tilla kemi shkollën tekniko-ekonomike, apo jo? Pra, duhet të qartësojmë këtu dhe të theksojmë shumë që profilizimi dhe specializimi i hershëm është më efikas sepse shtron rrugën tonë. Dhe sa më herët të jetë shtruar ajo rrugë, aq më shumë hapa kemi bërë përpara të ardhmes. Duke shtruar një rrugë drejt së ardhmes, kemi shtruar më shumë mundësi, kemi shtruar më shumë opsione për punën tonë, kemi shtruar më shumë elemente për të vazhduar për të ardhmen. E ardhmja është një element që duhet menduar shumë përpara. Nuk është diçka që mund ta mendojmë vetëm në vit të tretë. Dhe prandaj dhe duhet
duhet menduar shumë pikërisht për këtë specializim, duhet punuar shumë pikërisht për këtë specializim. Dhe duke hequr vëmendjen në thonjza nga elemente, nga lëndë të tjera, mund të përqendrohemi vërtet te gjithçka e rëndësishme për ne. Të falenderoj dhe një herë tjetër Alicia për argumentet që ti solle, por do doja të ndalesha në 2 pika që ju përmendët. Si fillim ju thoni se përmendët shkollën teknike ekonomike që ishte në një konkurs debati, por ne në këtë rast duke mbrojtur anën që ne duhet ruajmë traditën e arsimit të përgjithshëm të paspecializuar, ne nuk themi që nuk ju jepet mundësia dhe këta nxënës në shkollat profesionale nuk janë të aftë, por ne flasim në generalitet, pra në mënyrë të përgjithshme, sepse nëse krahasojmë nga 16 shkolla që kaluan në fazën e parë, që ishte me pikëzim, në qoftë se 2 ishin profesionale, Harry Fulzi dhe teknikë ekonomike, 14 të tjerat ishin të përgjithshme, sepse mundësit ju jepen më tepër shkollave që janë të përgjithshme në mënyrë generale, siç e thash. Pastaj ju folët për presionin, por a ka më presion të madh se ti ushtroshin 15-16 vjeçari imponimin që ai të di se çfarë do në jetë? Patjetër që nuk ka gjë më të tmerrshme, sepse këtu lidhet edhe me pavendosmërinë e tij në një moshë kaq të re me pasigurinë. Ne kemi mësuese Elin te shkolla jon, e cila bën këshillimin e karrierës, ajo vit për vit bën 2-3 herë disa sondazhe për nxënësit se çfarë duan në jetë. Dhe shihet që shumica e nxënësve në këto 2-3 i ndrojnë për herë profile sepse tregojnë që janë të pasigurt. Dhe po flasim për nxënës 18 vjeçar. Lëre pastaj të diskutojmë për 15 dhe 16 vjeçarët. Këtu ndërhyn shumë dhe ndikimi social dhe familjar, sepse sipas dhe Edu Organization, 40% e të rinjve deri në moshën 18-19 vjeçare i marrin vendimet e tyre vetëm në bazë të asaj që shoqëria dhe familja i ka mësuar, sepse ty do thot një prind, unë jam mjek, ti do bëhesh mjek. Por ky është një imponim, kjo nuk është sepse ti e pëlqen mjekësinë, por ti e bën këtë zgjedhje sepse prindi ty po ta ushtron këtë ide që mjekësia vlen për ty, por sa jafti ti për fushën e mjekësisë, mora mjekësinë mund të merja një deg tjetër, apo dhe ndikimi social, të shikon një shok që bëhet mjek, fiton shumë para, por kjo nuk do thotë që ajo është vërtet ajo që ti do të bësh në jetë. Ju faleminderit. E vlerësoj argumentin tuaj, por dua të ndalem te disa pika. Dhe njëkohësisht edhe të bëj edhe përmbledhjen e argumentave të mia. E para, specializimi nuk tregon që duhet të jemi në shkolla profesionale dhe ne jo më kot pyetëm Jurin pikërisht për këtë. Dhe e dyta, fakti që shumë shkolla të përgjithshme kanë kaluar, kjo nuk tregon një raport se shkollat specializimi i hershëm është negativ për nxënësit. Unë dua të marr një shembull. Në fakt, ne vitin e kaluar kemi zhvilluar testet e PISA-s dhe e dim shumë mirë se si Shqipëria nuk ka pasur shumë rezultate pozitive në këto teste. Ndërsa vende si Italia që profilizohen më herët, ka një nivel shumë më të lartë se sa ne. Kjo pastaj edhe për faktorë të tjerë, po një ndër këto është pikërisht edhe profilizimi. Dua t'ju theksoj dhe t'ju përmbledh edhe qartë që pikërisht përgatitja për tregun e punës, elemente që unë përmenda si orientimi në një fushë të veçantë, në një deg të veçantë dhe përfshirja edhe në elemente të tjera nuk tregon që ne nuk jemi të njohur me botën. Se më fal, eksperienca, botën ne njohim edhe përmes edhe për jashtë shkollës. Ne mund të lexojmë një libër e të mësojmë shumë më shumë se sa do mësonim duke lexuar në shkollë, apo jo. Pra, përveç kësaj, kjo tregohet që profilizimi, specializimi i hershëm, siç thash, ndërton një rrugë, ndërton një element, ndërton qytetar që në të nesërmen do t'jenë shumë më të aftë në punën që ato bëjnë, do t'jenë shumë më të profilizuar, do t'jenë shumë më të zhvilluar në punën që ato bëjnë. Dhe duke ndërtuar një sistem të tillë, a nuk kemi një zhvillim edhe vetë ne si Shqipëri, a nuk kemi një zhvillim edhe përtej Shqipërisë, edhe si botë, sepse secili është më i zhvilluar në punën që bën, është më i zhvilluar në atë profesion që bën. Se në fund të fundit, a do të duhet historia, a do më duhet mua aq shumë historia sa do më duhet mjekësia? Patjetër që jo. Unë atje do t'jem në frontin e parë duke shpëtuar jetë. Faleminderit. Të falenderoj Alicia në përfundim të fjalës tënde, do doja të ndalesha te PISA që ju përmendët. PISA është një ori e përgjithshme dhe ne dimë që shumë mirë gjithë ky test bazohet mbi njohurinë mbi letërsinë, mbi matematikën, fizikën apo dhe lëndë të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme. Ju thatë se a do ju duhet mjekësia sa ju duhet historia, por ti mund shpëtosh jetën e njeriut, por ti nuk di historinë e vendit tënd dhe kjo është një tragjedi që shumë shoqëri sot e vuajnë dhe një ndër to është shoqëria shqiptare, sepse ti nesër deri mund të
përjetosh një eksperiencë të jashtme. Unë flas për veten time, kam përfaqësuar Shqipërinë në botë, por kjo në debat, por pikërisht kjo mua më ka formësuar si njerëz, sepse nesër deri kur unë takoj dikoj që mund të jetë nga një popullsi tjetër dhe më pyet për historinë e vendit tim, unë do vazhdoj për ekonomi, por pasioni im ngelet historia dhe unë di ta justifikoj gjithë historikun e vendit tim. Në përfundim të këtij debati unë do doja të ripërmbledhja edhe një herë argumentet e mia. Unë në këtë debat theksova se njohuritë e përgjithshme janë një mundësi që ofron vetëm në arsimimin e përgjithshëm dhe të paspecializuar. Gjithashtu ne po imponojmë 15-16 vjeçar në një moshë kaq të njom, kaq të vogël dhe kaq të papjekur dhe kaq të pavendosur të bëjnë të marrin vendime që janë kaq domethënëse dhe vendimtare për jetën e tyre dhe që mund edhe të mos i ndrojnë më, sepse ti mund të vazhdosh një rrugtim që nuk e do, e kupton që nuk e do, por nuk ndihesh i pafuqishëm për të hequr dorë nga ai rrugtim dhe të gjesh rrugtimin tënd. Gjithashtu, ajo që kam rëndësi, unë mendoj që në moshën 15-16 vjeç, sado duhet jetë ideja që ti të vendosësh për të ardhmen tënde, të krijosh atë idenë se çfarë do një jetë, vlen shumë eksperjenca sociale. Pra, ne nuk duhet i imponojmë këta të rinj që të mendojnë vetëm për të ardhmen, por duhet jetojnë të tashmen, duhet të kenë shoqëri, duhet të kenë familje, duhet të jenë në një rreth komunitar të shëndetshëm që i formson ata si njerëj, i rrit në mënyrë të shëndetshme, sepse në këtë mënyrë, duke pasur njohuri të përgjithshme, duke u rritur në mënyrë të shëndetshme dhe pa presione, ne krijojmë atë shoqëri që ju e quani të suksesshme. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit, është momenti që juria të mblidhet, të bëj vlerësimin dhe të mësojmë pas pak se cila do të jetë skuadra që do të vazhdoj garën.
vlerësimin e jurisë për sa i takon gjithë performancës që ndoqën pak më parë me debatin e dy shkollave që mal stafa dhe rogacionistët. Kështu që do të jap fjalën Ladit për të dhënë komentet e tij. Faleminderit shumë i dashur Niku. Kjo është një fazë shumë intensive në fakt e asaj që ne kuptojmë me redebate. Më bëhet qejf që kanë ardhur dy shkolla shumë të mira. Kjo tregon edhe një herë racionalitetin që është treguar nga organizatorët, nga gjyqtarët. Kanë vënë re element shumë të mirë, por mbi të gjitha ajo që dua të theksoj është fakti se sa e rëndësishme është kur bashkëpunoni në grup, dhe se sa e rëndësishme është që të kemi parasysh disa element krejtësisht të rëndësishëm. Balanca e humorit përgjatë debatit, sepse ne këtu nuk vim vetëm për të treguar dhe për të ngritur shumë pikë pyetje, nga sa kam unë dëgjuar nga debatet e më përparshme. Por ajo që kam vënë re është soliditeti i një grupi dhe më pak soliditeti i një grupi tjetër. Kjo tregon rritje, kjo tregon aftësim, por gjithashtu tregon dhe leadership. Në gjithë të vitet të redebatit që unë kam marrë pjesë si gjyqtar, vlen të vlerësoj se ne shikojmë shpesh disa të rinj, të cilët janë të angazhuar kundrejt diskursit kritik, duke qenë broadcaster, pra duke dhënë veten e tyre. Por në këtë fazë është shumë e rëndësishme që ne të shohim elemente të përfaqësimit të grupit, të soliditetit të grupit dhe të ndjerit të debatit. Për mua ka qenë, mbetet dhe për ju do të mbetet një eksperiencë unike. Do më falin këto momente të largohem, nuk është tradita ime, qëndroj më gjatë përgjithsisht, por është një çështje familjare. Faleminderit, po ja jap fjalën Indritit. Faleminderit Ladi. Fillimisht doja t'ju uroja të dy grupeve suksese. Patjetër që limitimi i kohës është një sfidë që kërkon zhërvjelësi, kërkon argumentim shpejt, mendim kritik, qasje ndryshe, ndërveprim e tjerë me radhë, pra janë shumë skillse që duhet të ndërveprohet. Ashtu si kundër edhe Ladi, një nga argumentet e mia le të themi në analizën totale të vlerësimit tuaj, përveç argumenteve le të themi pro kundër e tjerë me radhë, ka qenë edhe ndërveprimi mes njëri tjetrit. Pasi ju e shikoni, kemi ngërshëtim individual edhe në grup. Pra ideja është jo vetëm individët se si ndërveprojnë me njëri tjetrin kur janë përballë njëri tjetrit, por edhe se si ekipet harmonizohen me njëri tjetrin. Se në fundit edhe kjo edhe vatit ose le të themi ajo çka unë të paktën nga eksperjenca ime e shoh si mangësi në realitetin ton apo dhe në kulturën tonë shqiptare, është aftësia që të punohet në grup dhe ai grup të koordinohet me njëri tjetrin, të shfaqin atë vizion të përbashkët me njëri tjetrin, qoftë për argumentet plus apo jo, dhe pastaj se si këto të harmonizohen me njëri tjetrin, është shumë e rëndësishme. Element tjetër, flas që unë kanë marrë në analizë, ka qenë edhe pjesa e angazhimit me databaza, me shifra, me evidenca, që për së vërtetës ishit pothuajse aty, pavarësisht pozicionimit, unë edhe me kolegët diskutova, shpeshherë është edhe pak fat, pra tema, ç'a temi qëllon, edhe pak fat ku qëllon te cili krah, shpeshherë qëllon që për një temë caktuar kemi më shumë argumente pozitive, pro kemi më pak argumente kundër, ose kundërta, pra është edhe pak fati, aftësia, prandaj thashë, të debatosh është një çështje zhdërvjelësie, intelekti, punë në grup ose qasje se si bëhen gjithë këto elementë me njëri tjetrin. Kjo është pak a shumë eksperiencë ime, është një nga debatet le të themi, paktën nga ana ime, shumë pozitive, shumë konstruktive. Kështu që për këtë ju përgëzoj të dy ekipeve. Faleminderit. Unë du ta nis me një falënderim shumë madh për gjithë stafin arsimor që punon me ju, duke nisur nga trajnimi që kanë marrë nga organizatorët e Liburnetik dhe për të kaluar tek mësuesit, unë di të them që ishte një nga debatet që e kam shijuar pafund. Faleminderit për gjithë energjinë që sollët, për gjithë entuziazmin, për gjithë argumentat, të cilat ishin logjik, kishte shumë fakte, kishte shumë evidenca, shumë qarta, vlerësoj gjuhën e përdorur, domethënë ishte nga debatet cilat artikulimi nuk mungojnë asnjë moment, nuk u bët përsëritës të fjalëve. Do kisha një këshill në lidhje me vetbesimin. Sigurisht mungesa e vetbesimit është ndoshta një nga penalitetet më të mëdha që mund të kemi, por siç thot Aristoteli mesi i art, edhe teprimi me vetbesimin nuk duhet shkoj shumë lart, se pastaj do merret ndoshta si jo i qartë, dhe sidomos kur ne kemi një format mbi të cilin ne duhet gjykojmë. Sigurisht, unë e di tani që
për ju ka rëndësi se cila skuadër shkon në fazën tjetër, por unë mendoj që një siç keni ngjyrat e bluzave që keni veshur që janë thojse të paqarta për të dalluar nga njëri tjetri, do doja dhe realisht do e kisha një dëshirë shumë brendshme që të ishit të dyja në faza të mëtejshme, sepse realisht ishte një nga debatet që më kalon një nga shihet më të mira që mund të merja nga ky edicion. Unë do kaloj tani me pikët. Ka arritur të mbledh shkolla Qemal Stafa 279 pikë dhe kanë mbledhur 270 pikë shkolla Ragëcionistët. Mirë, urime shkollës që do të vijoj garan, Qemal Stafa. Shumë faleminderit shkollës Rogacionistët për këtë pjesëmarrje, për performancën dhe të gjithë ato çfarë na kanë sjellë në edicionin e 9 të Ridebate. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme, jo të gjitha skuadrat kanë pasur mundësinë ta prekin, sfidat janë të mëdha, kështu që ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe që u bët pjesë e Ridebate. Mirupafshim.